Flet halla e Shpat Kasapit me Selvien u bë padrejtësi e madhe. Shpat Kasapi ndroi jetë pas një arresti kardiak teksa ndodhej në Itali. Ai u nda nga jeta në moshën 40 vjeç duke lënë pas një djalë të vogël, Roelin. Pasi Shpat Kasapi humbi jetë, Selvia u kryqëzua në rrjetet sociale, çka solli edhe një reagim të nënës së këngëtarit, e cila vlerësonte figurën e nusës së saj duke treguar edhe raportin e mirë që ato kishin. Ndërsa halla e këngëtarit Flora Kasapi e ftuar në një emision deklaroi se me Selvien u bë padrejtësi. Le ta urrejmë edhe Shpatin edhe Selvien, apo edhe le t'i duam. Kjo është çështje personale, vetëm ta kuptosh drejt. Një njeri 2 metra i bukur, i adhuruar nga të gjithë dhe për 3 sekonda t'i ikën në krahërorin tënd. Çfarë mund të thuhet këtu? A duhet të shpjegohet ky moment? Flasim për kontekstin njerëzor. Për të dashurën e Shpatit është bërë një padrejtësi e madhe. Ku e di ti kush është ajo? Ke jetuar me atë? Jo. Nëse ai e ka zgjedhur për të dashurën e vet dhe të jetë nëna e djalit të tij, si ka mundësi një popullat e tërë të flas? Zonja Gjyll Lysere e ka parë të arsyeshme për t'i mbyllur këto tema të gojave haxhure, tha halla e Shpat Kasapit.